Akoma unë nuk jam gjendje ta kuptoj ato që ka ndodhur me mua dje. Jo për ato që fitova ato çështjen gjyqësore dje. Ajo nuk është shumë e rëndësishme, do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme, por ajo ëndra që pasha dhe më mësoj se çfarë duhet thoja në gjyq, në momentin një orë para se të ngrihem të shkoj në gjyq, që më ngriti ajo ëndër. Ajo, atë s'do të jem gjendje kur ta shpjegoj. Edhe një herë të fitosh me një kompani kaq të fuqishme, një nga kompanitë më të fuqishme në Amerikë, janë dy kompani këta. Kazinoja edhe kompania që ndërton kazinat, edhe pronari i këtyre individual. Kur vetëm për bashkin, për countin, ku ishte kjo gjykat, vetëm për këtë bashki kanë paguajt $238 milion me zgjedhjeta kur bëhen fushatet, me 238 milion që kanë paguajt vetëm për këtë që quhet si quhet bribe, si thon që paguën në dorë me bleta. Edhe vetëm për policinë që kanë aty afër kanë dhënë $17 milion. Të fitosh ndaj kësaj kompanie, ku s'ka fitu asnjë, si është avokati dje, avokati një, ai që fliste për këtë, tha, kanë 23 vjet i treguat e gjykatës. Kemi 23 vjet dhe kur s'kam humbë një çështje për këtë. Edhe thashon, po shumë mirë humb sot, po nëse të fitosh për këtë, natyrisht që do ishte diçka e pabesueshme për çdo lloj avokati këtu në Amerikë, që një person si unë, po të kishe çdo lloj avokati dhe firmat fitoja kundër tyre, do ishte çudi. Por nuk po flas për këtë. Ajo që do metet gjithmonë e pashpjegueshme tek unë, që s'do di kur një jetëve të ja përgjigje, është ai mësimi që merret nga ai fuqi jashtëzakonisht e pa imagjinueshme, siç e thash edhe dje. Nuk po flija, edhe nuk po flija, ishe tërësum, i shqetësum gjatë gjithë natës për këtë çështje, se çfarëdo argumenti ligjor, edhe çdo lloj fakti që të paraqisja, unë isha i sigurt që gjykatës do t'i marrë parasysh, ose edhe po t'i marrë parasysh ai grupi avokatëve që kishte mush sallën, që ishte nga janë unë komplet i vetëm, e nga ana tjetër gjithë këto avokatët që mbronin këto 3 kompanit, një grup. Po edhe sikur të thoja, unë nuk do të fitoja. Por unë e kisha konfidencën me këta që më kishte thonë kush ishte. Nuk mund të thamë është Perëndia se është gjë e madhe, po një fuqi që sa rritë të kuptoj. Edhe një herë, nga ora 5 e mëngjesit, se dyko nga ora 4:30 mëngjesit, më ka zonë gjumi mua. Më shqetësonte kjo problem, më shqetësonte jo se do humb. Njerëzit humbin një çështje gjyqësore, puna madhe, kam luftu 4-5 vjet me këtë, jo se do humb. Por që mos bëhem qesharak aty që në çdo lloj argumenti me laftë nuk do jem gjendje të argumentoj në gjallën mbinse, ose nuk do të më marrin kështu, nuk do të beganisin, nuk do të profilin. Edhe ajo që mbaj mend është se në 5 mëngjesit, aq do keq qenë. Mu duk sigur një mik e shoku im erdhe dhe më tha, pse shqetësohesh? Ç'a problemi ke? Pse e vret veten kaq shumë? Edhe natyrisht që edhe ai e dinte për çfarë fliste, edhe unë e di që u përgjigja për çështjen gjyqësore. Edhe humbi ky njeri komplet. U zhduk mas diçka e komplet e errët, ekzistoja vetëm unë, edhe asgjë tjetër para meje, një qiell komplet i errët, ku s'kishte as planet,
ku s'kishte asnjë yll, ku s'kishte asgjë, vetëm një errësirë komplet para meje. I gjithë universi, i gjithë bota ishte një errësirë komplet. Edhe për te kësaj errësire, po më thoshte ky zot që më tregoj se çfarë duhet të them eksaktësisht, që s'do të jem gjendje kur një jetë tjetër të shpjegoj. Tha, ti sa mi tha, beson, tha, që çdo gjë në univers është një ekuacion matematikor. Edhe unë hynë frika, se nuk e dija nëse kisha besu në gjatë madhe, se e përftova të shi sikur për flisja, jo me Perëndin, po me një zë, me një fuqi të madhe, si prej Perëndije, sikur prezantonte, ishte jashtë Zotit, jashtë Perëndis, por prap një fuqi e perëndishme. Edhe më tha, ti tha, beson, tha, që çdo gjë në botë, në univers është ekuacion matematikor. Edhe unë pata frikë se mos kjo kishte qenë gabim. Edhe thashë, unë nuk jam 100% i bindur, e thoja që i tham kot, pa e besu këto gjona, po pak e besoj. Por e la këzo sigurisht e rëndësishme, e anashkaloj këtë. Edhe tha që ketë drejt, tha, çdo gjë që kanë botë, çdo gjë që ndodh në botë, ka një kod matematikor. Por problemi është, nuk e di se në mi tha këto me fjale, po me telepati, diçka mi transportoj, po më dhe të kuptoj që çdo gjë në këtë botë është kod matematikor, por ne a kemi në mundësin të gjejmë, të shohim, të zbulojmë këto lloj sekretesh, kode matematikore. Edhe masim dha të bindëm që nuk është gabim të besosh në këta, por është vështirë të zbulosh. Atëherë njeriu do të zbulonte gjithë sekretet e kësaj bote, edhe ndoshta do ta sfidonte edhe misionin që ka prej natyre. Edhe tha, ti tha beson pak në fe, po si e besimtar. E kur më tha këta, unë prap pata frikë që mos kisha bo gabim një jetë, që s'kam shku për shembull në xhamia, në moska, në tempuj budista, kudo që të besosh ti, po të shkosh atje te shtëpia e Perëndis. Edhe kisha frikë se mos kisha bo gabim, po më tha që ti beson. Edhe fillova ta justifikoj me sa më mend, që thash, unë besoj, po jam rrit në Shqipëri, Shqipëria ka qenë vend komunist, ku nuk lejohej feja. Pra po justifikoja nga ajo frika se mos kisha bo gabim. Edhe e na shkaloj këta sigurisht ishte fare i rëndësishëm. Edhe u përqendru, fokusu nga ato që të thoshte. Ti përket tha familjes ibrahimike të feve, këta që besojnë tek Ibrahimi. Hey boss, how are you? How are you, sir? All right. Këto që besojnë te Ibrahimi. Pra, si babaj që futëve dhe muslimanëve Ibrahimi. Besojnë muslimanët, besojnë të krishterët të gjithë degëzimeve, qofshin këto katolik, qofshin ortodoks, qofshin protestant, të gjitha. Po edhe muslimanët, pra, qoftë dhe bahaj, këtë dion, gjithë të fetë ibrahimike. Edhe më tha, ti në tha, se si shkrujnë, tha, milafa, të pare dhe të fundit e fesë ibrahimike, që janë që futet edhe muslimanët. Unë e dija që Kuranin e lexojnë këto arabët nga e djathta në të majtë, dhe jashtë që lexojmë ne nga majtë në të djathtë. Këto unë e dija. Edhe, për nuk e dija që dhe që futet lexojnë këto. Edhe më thot, fokusohet ashtik tek numrat e kodët matematikore. Që u fokusohu? Edhe tha, edhe maj mend tha, që kur të zgjohesh, ti ma shmend për qëndrohu. Thashë pëse nuk jam zgjut, unë isha në gjumë. E kuptova që e kam gjumë, tha, ti e në gjumë, tha, po atë pjesë të mendjes apo trurit, që duhet të kesh zgjuar e ke zgjut të ashti. Edhe më thot, të ashti thotë, më të rëgo, thotë, no, kujto, thotë, çfarë muj ka ndodhë kjo ngjarje që ti, që për cilën ti u dëdrova ta
hapësh këtë çështje gjyqësore. Edhe më kujtohet që thash korrik, tha nuk du emra mush, nuk du shkronje së them letra, po flasim me numër, dhe më kujtu numri 7, edhe tha 7, edhe më thot mu shkruje. Ma e men që thash, po në s'kam as gjatë shkruj, se s'kisha as letra, as fletore, edhe tha, yes, you have, ti ke, tha, shkruj. Edhe vetë një gjë që unë kisha një rita gishtin, edhe shkrova të nërsir, ishe gjithë qjeli erët, shkrova 7, edhe u bo e bardhët e 7, edhe më këthy pastaj, tha, ku ndodhi kjo, në gjarja, edhe thashu në Maryland Life Casino, kështë qëtë casino, jo, tha, ku geografikisht si quhet ai vend, e thash Maryland, matematikisht, tha të flasin, harroja, tha, emrin e shtetit, harroja, ta MD, që shkuj në Marylandin, me D dhe quhet Maryland, me D, e identifikohet me shkronja, me numër, kur tha me numër, me njëherë, më kujtu 301, se 301 shi vlezër e motra, është area kodi kryesor i Marylandit, si që ka Shqipëria, pra thashë dhe dje, duket se ka 065, 068, dhe që ka kam haru se kush po mo telefon të shi me fut area kodin që fusim dikur, të shi hyn direkt në WhatsApp, edhe 065, dhe që ka t'il, po e ka 301, edhe pas ta tha, data, edhe po shkuje nga, e djathta, edhe po vijen e të majtë si që futet edhe si muslimanët, si arabët. Edhe data më kujtu që ka qenë 19 dhjetor, ashtu, korrik, 2021. Edhe tha, shkruje datën, data ishte 19 dhe shkruj 19. Kur e shkruj të 19.301.7, edhe më thot, ai zëri nga për të errësirës, now you are on your own. Tash je me veten tate, tash je vetë, dili zot vetës, e ka kuptimin, tash je gjetë ta. Now you are in your own, fjalë për të, tash je me veten tate, pa ka kuptimin, tash je dili zot vetës. Edhe thash, mund s'kuptoj e zgjo, dhe s'kuptova. Po iku, për shtok. Unë ngrit nga gjumi, edhe isha e habit, edhe menoj e çdo thot, 19.301.7. Edhe ju kam thonë edhe juve, shikojeni vetë në kompjuter çdo thot. Unë kur e kam pa aty e shkru në Maryland Law, ligjet e Marylandit, 19.301.7, ishte habive. Më dha mund kodin, atë kod, me cilën do të fitoja se ishte një ligj që thoshte që një kompani avokatës, apo një avokat, nuk mundet në Maryland të prezentoj më shumë se 2-3 veta, më shumë se një person, se fole gabim. Ju mund të shikoni edhe vetë, kush di anglisht, e shikoni dhe gjenë. Nuk mundet të prezentoj më shumë se një person. Mund të prezentoj në Maryland edhe 100 veta, por në qoftë se ata janë të lidhur, edhe për shembull ka hapë Sami Gjoka një kompani, edhe ka quajt Sami Corporation or Sami LLC. Edhe unë merra fjallavje, me çfarë merrem unë? Shes paketet cigaresh, po i pas kam shit të një shkollë. Edhe tashti, unë çoj me shit për kompaninë tema, kam çut shesin rrugët cigare, kam çu një 5-6 thajmon, kalamajevjesh, se kësho majmen të shi s'ka. I kam çut shesin, edhe ata shkën shesin të shkollat, shesin cigare të shkollat. Tashti, ata mund të hudhin në gjyq, edhe kompaninë time, që po i shet cigare fëmijëve në shkollë, edhe këto kalamajt që kam çuar që shesin, sepse edhe ato, edhe në emër të kompanisë, po dhe në emër në tyre personal, se e din që zohet shesin, por zbulojnë që pronari i kësaj kompania jam unë edhe unë. Një avokat mund t'i prezentoj të 3 këta, sa ko që janë të lidhë të 3, kanë një interes për bashkët, kalamajt shisin për kompaninë time, kompania ime shiste, unë jam pronari, edhe bëhemi të 3 përgjegjës, drejt këto është në rregull. Mirë po këto, avokatët e kësaj firme, këto në këtë seancën dëgjimore këta kishin thonë që
Dakord Sami Gjoka e ka hodhë në gjyq këtë Live Casinon, edhe Kordish komponisë që është pronari i Live Casinës, po David Kordishin ka gjetë ai që ka pronar se në të mqeth pronaret, edhe nuk është pronari se në të mqeft. Edhe duhem të heqim David Kordishin nga kjo çështje gjyqësore, kur të shkojmë gjyq në korrik, këtë jetë i heq, ata doshin të kursin ata, edhe për thjesht për legët, se legët një lloj dhe japin që ose fitojnë në gjallë ligje, për me rujt fytyrën dhe figurën një personi që ka kontribu kaq shumë miliona dollar me rujt fytyrën e vetë dhe imazhin, të dalë një Sami Gjoka, thonë ata një spordhiak nga Shqipëria, që s'dies anglisht mirë, të vej këtë që është më i madh se sa presidentët e Amerikës, sepse ka gjithë të fuqi, ka kazina në kënd Amerikës, ka shopping mall në kënd Amerikës, ka pallate luksoze ku punojnë njerëzit në gjithë qytetet e Amerikës, e shtetet e Amerikës. Si mundet një person, falat të mund që një rrugaç që vjelu në kazino, të vej këto të shtetje para juris, e të diskutoj duke pyet se kur e veun, për shembull quhet hostile witness, dëshmitar armika, diçka tillë, dhe ketë drejt ta bosh palaç aty. Më bëtë shash me fjalë të ndryshme, për shembull, a është e vërtetë që ti shkon edhe bën seks me qenën femër aty në shtëpi për natë? Kjo s'është e vërtetë, na e thonë çfarë thu kështu, po s'na lën s'ke asnjë lloj kontrolli se do t'ja nxish imazhin edhe lejohet të përdorë çdo lloj përserviteti, perversiteti. E ku të dijon dhe këto nuk duan që një person si Sami Gjoka, që është një hiç që ata shkelin me kam, të marrit ashtu edhe vej njëri kaq të madh në imagjinatën e tyre, e ta si thon degeneroj, po them fjalën para gjyqtarëve. Edhe këto kërkonin ta hiqin me çdo kusht. Edhe jam i sigurt që kishin sigurt që do e heqin, edhe gjykata do e hiqte. Por mua ëndra më kishte tregu këtë kod. Çfarë thoshte ky kod? Ky kod thoshte që nuk guxon një firmë avokatësh apo një avokat që të përfaqësoj më shumë se sa një person nëse këta nuk janë lidhur me njëri tjetrin. Unë kam thonë që ata janë lidhur dhe prandaj kam hullë në gjyq se kam thonë që ky është pronari. Këto vinë në thonë nuk është pronari, se pronarët janë në çeft. Kompania Kordish është pronari, ky s'është, prandaj hiqeni. Mirë, po ligji më thoshte, në qoftë se ata thonë që ky është pronari, ata zguxojnë të vinë të flasin për të, se ata prezantojnë kompaninë, dy kompanitë, kështu që nuk mund të prezantojnë pas ligjit edhe këtë person. Kur ata u ngritën dje me gjithë pompozitet, edhe unë i thash përpara që hey, pse se tërhiqni, se kisha konfidencë të ky ligj që kisha mësu, pse se tërhiqni ata, fillon e qeshin, që thotë ky bulli, se thash jashtë atje, aty ku po fliqim jashtë para se të hym gjykatë aty. Se unë flas në mënyrë civilizuar atje. Ata mund të më rrenë me më hëngërmisht, më vrasin, por aty duhet me fol në mënyrë në qoftë se flasim, se nuk po flasin thjesht me Samion që i ka hallë në gjyq, po me avokatin e Samiot që ishte po prap Samio. Pra, si avokati vetvetes unë kam drejt flas me avokatët e tyre si barabartë. Ama me personat që kam hallë në gjyq, jo, se nuk jam më pastaj po flas me avokatët, po flas si Sami kundër atyre që kam hallë në gjyq. Po si Sami si avokati vetvetes, me avokatët e tyre unë flas profesionalisht, sigur jam i barabartë, me ata dhe po flisim jashtë, pra si avokati me avokatët. Për arsye se jam dy persona. Unë jam avokati vetvetes, që flas me avokatët si barabartë dhe me gjykatën si barabartë aty, por jam edhe ai personi që kam hallë në gjyq, pastaj nuk jam i barabartë. Nuk e di nëse arrini të kuptoni këto. Edhe i thash, pse se tërhiqni? Edhe ata apo qeshin në vetë, çfarë ke budall në dash katrojnë. Kur ngritën ata do thanë që ne prezantojmë live, ne prezantojmë edhe këtë kompaninë, edhe ne duam që David të hiqet, do thash, ngritëm. Edhe kërkova diskualifikim të menjëhershëm të kësaj firme. Edhe thash, nuk është në dorën e gjykatësit, i thash gjykatësit, nuk është në dorën tate, ligji është ligj, dhe ti zguxon, edhe po të mos dush ti dëgjosh këto, për arsye se në momentin që këto deri për 3 vjet, këto kanë pas të drejtën absolute të prezantonin, të mbronin këtë personin Kordish,
si një prej 3 të panderëve. Po në momentin që ata kanë ardhur tash dhe thonë gjykatës që të paktën hiqni këtë Kordishin nga gjyqi, sepse Kordish, ky David, nuk është pronar, nuk është oficer, nuk është ekzekutues, nuk është punëtor i kazinës, nuk ka lidhje. Në momentin që i thonë gjithë këto, ju e diskualifikoni veten ligjërisht, nuk mund të flisni më për këtë person, duhet një tjetër të flas ose ai vetë këtu. Prandaj thashën çështja marrën këtu, ato diskualifikohen, është ligji që më jep drejtën mua dhe zguxon asnjë gjykatë, asnjë gjykatës në botë është ke ligjin, por në qoftë se ti tham gjykatësit, je tash në atë je gati ta shkelësh ligjin për të cilin je vuar ty të zbatosh dhe të ndjekësh me dikon, atëherë jepi forumin dhe jepi tribunën atyre. Ata janë shtank, ata janë tmerru, ata pastaj nuk dinin të argumentonin asgjë, edhe gjykata pastaj u kthy tek unë. Edhe tha, ti i diskualifikove këto, se s'kishte rrugë tjetër. Ti tha, arritë tha ti diskualifikosh këto komplet. Këto nuk kanë çështje. Por në gjyq tashti, do të dali se kur tha po të bëjë një motion për reconsideration. Motion for reconsideration do thot reconsiderim. Kur shkon të një gjykat, edhe paraqet një çështje, edhe gjykatësi vendos, edhe ti mendon që e ka vendos gabim. Natyrisht ti shkon dhe e apelon. Por ti mund të mos shkosh të apelosh, por i thu gjykatës, i bën një kërkesë për rikonsiderim. Edhe thu gjykatës, gjykatë, ti ke bërë gabim këtu, nuk mund bish fakte të reja, nuk mund bish ligje të reja, por në bazë të fakteve që kanë qenë atje, edhe në bazë ligjeve që ti ke citu përpara, gjykata ka bërë gabim. Edhe gabimet e gjykatës janë dy lloj. Një gabim mund të jetë quhet excusable neglect, që do thonë që negligencë e falshme. Ashtu e ka keq ndërpërtuar në moment gjykatësi nuk e dëgjoi mirë. Ose më quhet abuzim. Abuzim është kur ti ja thuj gjykatës ky ligj nuk lejon këtë gjë, prandaj mbyll këtë çështje. Edhe gjykatësi refuzon të dëgjojë. Ky quhet abuzim. Në të dyja rastet, qoftë excusable neglect, në qoftë ti ke neglixhu në mënyrë të justifikueshme, se ke pas mendjen aty, se ke dëgjuar mirë, apo keq interpretuar ligjin, apo në qoftë për abuzim të detyrës që e ke dëgjuar dhe s'ke qa kokën, ti kur e tregon këta gjykatës, gjykata e din që po qese gjykata e sipër me apelit e shef këta do të kthej mbrapsh. Po e kthej mbrapsh vetëm për dy gjona. Pra, ose për negligencë, ose për abuzim. Kështu që tashti, në qoftë se do mbyllësh çështja ime dje, sepse unë i diskualifikova ata, edhe diskualifikova e fitova, e dije që u fitu që në argumentin e parë, që në 10 minutët e para. Po në qoftë se do ta mbyllnim, ato do të kishin prapë në mendje që gjykata ka bërë gabim, se nuk u diskutu, nuk i lanë ata diskutojmë. Edhe është mbyllë një çështje teknike thjesht, e humën gjyqin se ky pronari nuk pati avokat aty. Edhe kështu që kur shkonim gjyq, ajo mund ngërje prapë si çështje që ky pronari është para jush, do i thonin juristëve, thjesht për gjë teknike, se u ka dash një avokat tjetër, një firmë tjetër, për cilën ne gabimisht nuk e sollëm, por jo se kishte bë gjykata gabim që e kishte lënë aty. Edhe kështu që ishte edhe interesin tim tashti ta vazhdonim në të gjitha drejtimet prap bisedën, edhe pse unë e kisha diskualifikuar. Edhe vazhdojmë pastaj të argumentonim që të nxirrim gjykatësin gjithashtu të pasë që s'ka bë gabim. Edhe tashti unë mora një drejtim tjetër, edhe mora kontrollin e gjykatës, edhe i them gjykatës tashti duhet të sheshojmë edhe të qartësojmë gjanat. Kur ata bon përpara një kërkesë për me heq këtë pronarin në bazë këtyre ligjeve e në bazë këtyre fakteve, ato akuzonin padimtime
me defekte, edhe që kishin drejt. Por kur ti thash gjykatës, vendose në favorin tim, pare 2-3 mujve, edhe ato erdhen dhe, si e thonë, we say submit us a file, edhe prunë këtu, ose hapa një kërkesë të re, do të më thonë, që me rikonsideru, të ashti thash ata nuk janë më kundër meje këtu, se kundër meje ata humen, ata janë kundër teje, thanë gjykatës dhe gjyqtarit, për arsye se ata thonë që ti bën e gabim që nuk e pe mirë ligjin. Edhe kështu që thash unë tashti, duke fillu nga ky moment, mas i diskualifikova ata, unë nuk jam këtu thash që mbroj padin time, që mbroj çështjen time, që mbroj faktet e mia, që mbroj argumentet e mia, unë jashtë jam thash që të mbroj ty, edhe mbroj gjykatën, mora kontrollin. Se ato thash vinë, edhe po thonë që ty gjykatë s'ke bo gabim këtu, duhet na kisha heq këtë person për këtë arsye, për këtë fakte. Kurse unë vi thash dhe them, gjykatës ti s'ke bo gabim, ti nuk duhet të ndryshoj ligjin për arsye se pra unë po të mbroj ty, është një lloj, sigur të shkojmë në apel, thash unë. Tashti unë jam mbrojtjen tate, jam mbrojtjen, edhe i mora një nga një. Edhe thash, nga ana ligjore, nga ana procedurale, i thash shumë atyre për para. Nga ana procedurale, kjo thash është impropre, pa rregullt, nuk lejohet. Për arsye se ne jemi tashti para gjyqit, është mbyll ajo e kërkesave për ligjore, që ka të drejtë të ri ky, apo s'ka të drejtë të ri ky person si paditur, a ka mundësi ligjore që kjo çështje për cilën është ngrit kjo padia, i reziston ligjeve, apo e hedhin ligjet poshtë. Gjithë kjo ka marru, thash, është mbyllë ajo dera. Është mbyllë dera kur kemi bo konferencën para përgatitore për gjyqin. Edhe aty, ato e dinin që ta bëjnë këtë kërkesë për rikonsiderim, nuk e ngritën, proceduralisht u mbyllë ajo derë, nuk mund të hapin më. Edhe nëse hapin duhet kishin marrë leje nga ju. Nga ana procedurale thash, kjo thash nuk lejohet, sa është e mbyllë me ajo derë, edhe po të deshin të lejonin duhet i bonin përpara një kërkesë, quhet judicial leave, leje me kthy mrap shkohën e mahderën. Thash në ana procedurale këto e humin. Edhe tashti thash në ana ligjore. Në ana ligjore thashun, këto thashu nuk kanë as edhe një lloj mundësie thash që të vinë këtu edhe të hapin gojen për arsye se në Maryland thash është një ligji 501. Ligji 501 tregon që moshët për rikonsiderim në Maryland nuk janë të favorizuar. Pra nuk favorizohen. E dyta thash është një ligj tjetër që është 2.534. Ky ligji 2.534 lejon që në qoftë se gjyqi ka marrë një vendim final quhet kur e mbylli çështjen për shembull, u mbyll çështja quhet vendim final, mbaroi kjo punë, edhe të ka ngel vetëm apelimi me shku. Në këtë rast, ky ligj 5234 të lejon ty të vish të thush gjykatësit, hey gjykatës, ti e mbyllë këtë çështje, sa është final, e ka mbyll çështjen komplet. Ti e mbyllë këtë çështje, unë do të apeloj, apeli do jetë në favorin tim, për këta arsye, pse se kursejmë kohën gjykatës apelit, edhe të kursejmë edhe të rrugët dhe reputacionin tap, edhe të shikojmë edhe i herë, për arsye se ti e ke shkel ligjin këtu gabimisht, apo edhe pra ky ligj 5234 lejon vetëm thash kur është gjykimi final. Po ti thash këtu s'ke bu gjykim final që të rekonsiderojmë për arsye se ne po shkojmë gjyq, po të kisha vendosur në favorin e tyre dhe të kisha mbyll kesin, atëherë unë mund të kisha ardhur këtu me të drejtë ligjore edhe të kërkoja një rekonsiderim përpara thash se të shkojmë në apel. Kështu që ato ligje nuk i lejon ato nga ana ligjore. E dyta thash, ligji në Amerikë 2534 nuk lejon thashun ligjin në Amerikë 2534
Të nonën ty se shef që jam këtu dhe të myllë dhe prapi bjen. Ashtë një nga Shqipëria, një idiotë. Këta jam psikopatë dhe se myllë. Këta jam psikopatë, e shef që jam linjë aty, e shef shumë mirë, se është në Facebook, edhe telefonatë. Po ti prit pak dhe të myllë dhe ti e shikon aty. Ti shash vend që nuk e di. Edhe ligji 2534, edhe një herë pra, lejon në qoftë se moshën për i konsiderim, në qoftë se kam dalë fakte të reja, ke zbulu fakte të reja, që nuk i kisha dita kur qenë gjyq, edhe që këto fakte të reja që zbulohet i tashti, mund të ndryshojnë menjën gjykatës. Për shembull, çfarë mund të jetë fakti i ri? Fakti i ri është për shembull që më akuzon mu Ymer Nurka që kam shku atje ke zyra e punës, që ka një zyrë puna edhe i kam raderës, se më kishtë meri borç sa lek, edhe meri nuk është përgjigj, po ka qenë mrena dhe së përgjigjte. Edhe unë kam mon një gur, edhe kam thyr xhamin e dretares. Meri dhe shumë ka thonë gjyq, edhe ka thotë që Sami Gjoka ka ardhë ke zyra ime, i ka raderës, unë u friksova, kam qenë mrena mi gjithën, po u friksova, se ku t'ju a i budal dhe më këpur edhe më vret. Edhe se kërkon dhe ca pare që unë si kisha atë momentu, dhe ja jepja më vonë. A i tha bojë një gur, thot Meri, edhe e hudhe të dhe qau dretaren. Edhe unë i them gjykatës, Meri ren, unë kam një foto të Merit, të saj dretare, 10 minuta ma vonë se e bona për provë që Meri nuk më hapi deren, edhe shife dretare nuk është të thyme. Meri thot që unë kam thy në orën 2, mas dite me këtë datë. Unë kam po këtë fotografi në 2 gjys, i gjysore ma vonë edhe qaumi është aty. I thamë unë gjykatës. Edhe gjykata thot Merit, ti po rejnë merë. Meri thot, jo, thot, kjo është dritare tjetër, ka thë dritare tjetër ai. Po unë kam prova, po që prova ke? Po e kam të filmume, se e hapa kamerën aty nga mrena, thot Meri, kur ky po i bide dere, se u friksova, e hapa të filmu, edhe kam filmume kur a i gjun, e thynë xhamin, edhe këtu, edhe i thot ajo, i thot gjykata, po me jep kamerën, o thot e kam pas, pa kam hum. Edhe gjykata, ja, nuk e jam ohon në drejtën Merit, nuk e drejtë dy. Mirë po mas 3 ditëve, Meri e gjeti atë kamerë. Ky është fakti i ri, që ai mund mos e kishte gjetë. Po qëse këto thash kanë ai fakt të ri, këta mund të vinë tashti, edhe thonë rikonsideroje, sepse tashti kanë zbulu një fakt të ri, që nuk e kishin, që po ta kishin pas si du të kishin vendosë ndryshe, këto thash nuk kanë fakt të ri. Një gjë tjetër thash në qoftë se ato do të kishin baza ligjore. Ato duhet të kenë një ndryshim të ligjit. Për shembull, në qoftë se ka marrën Spartak në gjelën të mbrojmë në Shqipëri, thalaria, edhe po mbrëm Spartaku dhe thotë që Sami Gjoka erdhi këtu për vizitë, edhe shkoi në zyrën e atij të Edi Ramos të takon të Edin se kishte dëpules, fjala. Edhe kërkoi të hynte me forcë, ato jotëm që ndalun, po edhe e fyn Aran Samion të policët. Edhe mi për kjo fyrje, bo ki nuk ishte ta fysh personin që kërkot hy me forcë, bo e zem, nuk ishte dënushme me ligjin shqiptar, edhe e hapin ato, i thonë këti të Spartakut, cili ligj dënon që të fysh një person, hik më budallë dhe diçka tillë që kërkon të hy me forcë. Edhe Spartaku nuk i gje, nuk ekzistonte. Tashti, të nesërmen del një ligj. Parlamenti shqiptar nxjerr një ligj që po qese një person kërkon të hyjë me forcë, ose kërkon të hyjë, edhe ti thu hik, edhe i nuk hiken, edhe ti e fyn, kur s'kem pse ta fysh se mund të thrirje forcë të tjera më shumë, këtë do not me ligj, po them një shembull. Po ky ligj është shembull vulgar. Po them që ky ligj dolit nesërmen. Spartaku tash shkon prap në gjykatë dhe thot, hej gjykat, a e mani me një dje, unë kisha klientin tim Sami Gjokën, edhe kërkova të drejtën e ti, sepse e kanë fy, me të pa drejt, edhe ti thej që s'pas ka ligj, po të nesërmen ka dal një ligj. Edhe unë du të rikonsiderosh këta, ta shenë bas këti ligji, ajo mund të rikonsideroj dhe prap ta hedhi poshtë të thot që dakord, po ky ligj
është për veprime që ndodhin mas datës ligjit, jo, s'ka rëndësi sa vazhdon e kur s'maron kjo çështje gjyqësore, por doli një ligj. Këtu s'kishte ligje të reja që kanë dalë, që të vishet dhe thush gjykatës, pra unë fitoja nga ana që i them gjykatës, fitoj nga ana ligjore. Po gjykatës po i pëlqente kjo, se po nxirri gjykatën të pasur që s'kishte bërë gabim. E thash atëherë këtu i ngelen dy gjëra. E gjoja e parë është që të vërtetojnë që ti ke bërë gabim, edhe gjoja e dytë që ti ke abuzu. Sa ata thonë, në bazë të argumenteve që kanë këtu, ata gjykata duhet ta kishte heq Davidin, këtë pronarin. Po i thamon, kjo është ajo kërkesa që ata kanë bërë. Në këtë kërkesë ata s'kan asnjë argument të tillë që të hiqet ky person se nuk është pronar. Ky është argument i ri. Argumenti i ri nuk është ligjëri. Argumenti i ri nuk është fakt i ri. Edhe nëse është argument i ri, thashun, ata po vinë këtu dhe po i thonë gjykatës, ke bërë gabim se ti nuk e vendos në favorin ton, në bazë të atyre që ne do të kishim thonë, po që se kemi thonë. Në bazë të atyre që ne do kishim qef të kishim thonë, po si kemi thonë, në bazë të atyre që ne duhet të kishim mendu mirë të kishim shkujt, po si kemi shkujt. Thashon, sikur detyra e gjykatësit është spekuloj se çfarë mund të kenë mendje ata, çfarë duhet kishin bërë ata, kështu që thashon ligjërisht, ata humbin në çdo lloj drejtime. Ata ishin të shkatruar se i shkatrove përpara me diskualifikimin. Tjetër thashon, kjo kërkesa e këtyre është deficit edhe është disinformuese me fakte thash mashtruese, për arsye se faktet që ato paraqesin nuk janë fakte, por janë mohimi fakteve. Mohimi fakteve është si për shembull, unë thoja që ky është pronari, edhe ato thonë nuk është pronari, ky është mohimi faktit. Ky nuk është fakt. Fakt do gjë tjetër, të mohosh faktin nuk është fakt, quhet denial. Ti pra mohon faktin. Pra këto nuk janë fakte. Për shembull, po të themon që unë e theva këtë këtë xhamin e Zyres Mernurgës me këtë datë. Thot Meri ka thënë në këtë datë. Edhe unë them nuk e kam thyer, ky është thjesht mohim. Ky nuk është fakt. Por në qoftë se unë kam një fakt tjetër që tregon që në atë orë kur Meri thotë që unë e thyva, unë kam qenë lojtari kombëtarës shqiptare dhe po luja kundër Fjallavia Serbisë në stadium, atëherë unë kam një fakt të them, ja ku janë faktet. Unë jam lojtari Sami Dagu, apo Dagun e Luani i shqiptarëve. Unë jam Dagu, jam stadiumet di gjithë Shqipëria. Ky është fakt. Por se kam thyer është thjesht denial of facts, nuk është fakt. Kështu që thash këto s'kan fakte. Edhe thash kjo kërkesa e këtyre është ethically troubling. Ethically troubling do thonë etikisht në mënyrën që quhen këto ke ligje, po ka etiketa, gjëra morale, por arsye thash se për gabimet e veta që ato s'kan ditë bëjnë atë kërkesën e duhur, s'kan fut faktet që kanë dash, s'kan fut ose s'kan gjetë atë avokatin që të mbronte këtë person të ishte veçmës, këto thash ato kërkojnë t'ia veshin gjykatës. Kjo etikisht thash është e pamoralshme, është e turpshme, edhe thash pastaj, po shiko këtë gjykatës thash. Unë nuk do kem probleme ty, në qoftë se ti vendos në favorin e tyre, edhe nuk do të apeloj kërkesën tatë të jap fjalën pa frikë, por ama thashun, të jesh e sigurt që kur po vendos me ta, ti po i tregon thash jurisprudencës, gjykatëve dhe apelit që ti s'ke qenë gjendje të gjykosh mirë para 2-3 muajve edhe rikonsiderove dhe ndrove, ti thashun po e shkatron atë imazhin e kortës edhe të vetës atë dhe thash nëse bën atë. Unë thash nuk të sugjeroj kurrë. Edhe e gjithë gjykata ishte me mu, por e gjitha nisi me kodin që më dha ai zoë në terë. Edhe më tregoj matematikisht se çfarë datësh lidheshin për të zbuluar çfarë ligji ndihmon dhe mund të fitoj gjyqin dje. Këtë unë zë rritë shpjegoj vëllezër e motra. Sami Gjoka ju përshëndet.